Si takove këtë djalin që ishte më i vogël Me se ty? këtë, me këtë kemi udhëtuar në autobus, unë kisha kitarën se kam bërë dhe kurs kitare në Greqi. Edhe ky i binde të bërlekut, vllai vet i binde organos, pastaj donin të bënim grup në Greqi dhe kështu gjenash. Domethënë në pjesën e artit më shumë. U dashurove me të? Jo, e kisha tamam, i thoshe tamam si një lodër, jo, nuk e. Se janë ca gjëra që nuk duhet. Dashuria është e orientoj dashurinë për të dashuruar. Aty kur nuk ka, jo, vetëm shijoj jetën. Kishe frikë që do të paragjykonin që ishte më i vogël se Jo, ty? në asnjë mënyrë. Çfarë thua? Jo, në asnjë mënyrë. S'ka ndonjë gjë. Më mirë më i vogël apo më i madh? S'ka të bëj fare. Jo, s'ka të bëj fare. Nuk ka të bëj fare se çdo gjë mashkulli është ajo që është talent në marrëdhënie seksuale, është talent kudo. Nuk ka të bëj mosh. Do thonë kanë folur këta vetëm për seksin, zot. Po ti, ja, e bëjmë në njërë tjetër, po përgatitja ato, Ja. që të bëjmë në një Jo, tjetër. do t'i bëjmë, po pse, po ne po s'folëm për atë? Po seksi, jo, seksi është zanafilla gjithçkaja. Do ta lidh përsëri me familjen, edhe do them kështu, është një postulat që nuk e kam thënë unë, po hajde më. Familje e shëndetshme, sistem i shëndetshëm. Po dashuria e njeriut për njeriu? Kur nuk ka dashuri për njeriu, vetëm nëna është dashuria e vërtet. Dashuria, nëna që do fëmijën. Kjo është dashuri absolute. Pra kjo dashuri duhet jetë në tërë marrëdhëniet njerëzore. Shumë e bukur. Të falenderoj shumë, Dodona, që e bëm këtë bisedë bashkë. Je shumë i mirë. Edhe unë të falenderoj shumë, po. Dhe nuk e dija për shembull, shikoj se ne të kisha shkruar që atëherë unë që moti ty. Dhe unë të falenderoj jashtë asnjëherë. Edhe suksese të treve, shiko tani 3. A di çfarë është 3? Njerëzit ndërtojnë. Unë kam librin me poezi në bibliotekën kombëtare 3. Dhe çmimi i librit tim është me 3 pikë pyetje. Po kjo që nga fantastike. E shikon tani, po kjo është Dodona. Kështu që librin e Dodonës mund të shkoni edhe ta shfletoni në bibliotekën Po, kombëtare. vetëm bibliotekë, unë jam kundër shitjes së librave. 3. 3. Quhet libri. 3. E shikon me 3. Po nuk do jetë intervista e fundit që ne do bëjmë bashkë. Je shumë i mirë. Kur të duash. Jemi dakord bashkarisht, ne do të flasim edhe për shumë tema. Po. Edhe bile duhet flasim edhe për këto pjesën e politikës tonë. Tani, shikoj tani këtë. Shikoj sa gjë e bukur. Dhe shtrëngohet. Dhe kjo është bashkimi bën fuqi. Bashkimi bën fuqi. Edhe këto. Është e jona e kjo. Eja, Dodona. Vetëm ne kjo. Miq, e mbyll këtë intervistë në Real People me Dodonën, me orakullin e perëndive, e cila se pati kur problem t'ishte e vërtet me mua, t'ishte e vërtet me ju, t'ishte e vërtet dhe me veten e saj, pa çka se historia të çon ndonjëherë në cepa të ndryshëm. Po jo, historia në çdo moment. Historia këtë mision ka. Vlëm gjurmët tona. Unë dua që t'ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, të bëni like aty, të lini komentin tuaj, impresionin që patët nga kjo intervistë dhe jo vetëm edhe personazhe që të më sugjeroni. Sepse poshtë keni linqet e rrjeteve të mia sociale, në Facebook, në Instagram, ku të keni ju dëshirë, ndoshta edhe në YouTube, më jepni sugjerimet të personazheve të vërtet, ata të cilët unë duhet t'i njoh edhe t'i tregoj për ju. Mirë, shihemi në episodin e radhës gjithmirat. Mirupafshim. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.